mungesë të një kandidati konsensual, rruga tjetër ka qenë që secili subjekt politik të propozoj nga një kandidat në përmbushje edhe të obligimit kushtetues. Si lëvizje vetëvendosje, sonte kemi deklaruar mbështetjen tonë për nënkryetarin e lëvizjes, zëvendës kryeministrin e parë dhe ministrin e punëve të jashtme të diasporës zotit Vlau Konjufsa, njeriun e dytë më të votuar në historinë e vendit dhe një figurë e cila gëzon mbështetje të plotë qytetare, dhe po ashtu që ka një mbështetje të madhe edhe te grupi parlamentar, te lëvizja, por mbi të gjitha, siç e thash, një mbështetje të madhe qytetare. Dhe ajo që është e rëndësishme është kandidati që gëzon mbështetjen më të madhe për të siguruar votat në kuvend. Zoti Konjufsa, siç e dimë të gjithë, edhe si kryetari i kuvendit, ka qenë autoriteti kryesor unifikues i unitetit politik. Ne e kemi kandidatin tonë dhe tani presim edhe nga subjekte tjera politike, nga PDK dhe nga LDK, që të paraqesin kandidaturat e tyre në mënyrë që të përmbushin kriterin kushtetues për të paktën 2 kandidatë të cilët do të garojnë për pozitën e presidentit.